U bë gati një vit që një ndër këngëtarët më unik të skenës muzikore, Gent Salihu, nuk na solli ndonjë projekt. Mirë po javën që lam pas, ai promovoi këngën e tij më të re me videoklip. Ata që ishin të pranishëm në promovimin e klipit, patën rast të shohin të dy versionet. Mirë po, vetëm njëri prej tyre është publikuar në kanalin YouTube online. Për detaje më të hollësishme dhe çfarë menduan të pranishmit për këngën dhe projektin e ri të Gentit, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Është ndër artistët më unik të skenës muzikore shqiptare. Notat e muzikës që ai prodhon nuk janë komerciale, por të zhanrit alternativ. Pas eksperiencës së suksesshme si antar jurie në The Voice of Albania, nga ku doli triumfues, i është kthyer origjinës duke bërë atë që është më i miri. Gent Salihu, të mërkurën në kryeqytet mes kolegësh e miq, prezantoi projektin më të ri të titulluar Shtyje. Shumë kohën ka marrë, për shkak se është krejt mënyrë e re e punës për mua. Paka shumë jam tu punu me tjera metoda, tu lavru tjera zhanre, kështu që më ka marrë pak ma shumë kohë për më një rahat të për me gjetra atin temen të mënyra të reja të punës. Klipi i tij vjen ndryshe pasi që është realizuar në dy versione, atë bardhëzi dhe me ngjyra. Përmes kësaj, Genci ka menduar të bëjë diferencën duke qenë njëkohësisht edhe regjisori i klipit. Me thonë, kur u bo me ngjyra, diçka nuk më rahatojke. Më do këshin ngjyrat pak zbehta, pak ashtu jo fort atraktive. Edhe mandej Katrina tha, po pse s'pe bon bardhëzi në një version, me këshyra për të pëqenë, ma dhe e bona bardhëzi, po mandej bardhëzi, thësha, okej, se ka qatë problem, po tash po është tepër i zënd, edhe thash po pse më smishti njerëz me votu, edhe thjesht cilit ju pëqenë njerëzve ma shumë që ato e qesin, se në fundit njerëz kanë me këshyrë. Okej. Me ngjyra? Ma shumë janë për me ngjyra. A jenë sigur të edhe një? Edhe pse në dy versione, vetëm njëri u publikua online, kjo pasi që Genci ka vendosur që të ishin mysafirët ata, që do të zgjedhnin cila të jetë përfundimtare. Shtyje e Gencit u pëlqy edhe nga të pranishmit, të cilët gjithmonë janë shprehur pozitiv në idetë kreative që sjell Salihu. Mu gjithmonë po foli për muzikë mas pari, mu më pëlqen me rreziku, sa herë diçka të re. Edhe Genci ka rreziku dhe ka ndru paka shumë krejt çka ka po ma mëti. Ka hin soul, ka hin saunda të mirë me bubnje, shështo është diçka që nuk ka bu ma herët, edhe shumë jam i lumtun që e ka gjetë një rrugë të re, me eksploru. Kjo këngë u publikua pas më shumë se një viti pa ndonjë klip të ri, e ndërsa në ekran, Gencin do e shohim sërish në panelin gjykues të The Voice për sezonin e dytë.